Alternativa ka autorizuar kryetarin e saj Bekim Sali që të vazhdoj bisedimet me koalicionin Vlen për shkrirje të subjekteve në një parti të vetme politike. Alternativa ka qenë subjekti i fundit në Vlen që e mori këtë vendim pas një debati të gjatë brenda partisë, ndërsa fillimisht vendimin për shkarkim të kryesisë dhe autorizim të kryetarit të partisë për të zhvilluar bisedime për unifikim e mori Lëvizja Besa, më pas Lëvizja Demokratike Izet Megjitit dhe Alanca për Shqiptarët e Azir Aliut. Vendimi i alternativës për të bashkuar në subjektin e ri politik Vlen vetëm sa e konfirmon atë që tashmë është e qartë për çdo që e ndjek me vëmendje këtë zhvillim. Procesi i unifikimit ka nisur dhe nuk ndalet. Edhe subjektet tjera përbërëse të Vlenit, Lëvizja Besa, Lëvizja Demokratike dhe ASH, që ndërmorën këtë hap më herët dhe pezulluan organet e tyre, dëshmojnë pjekuri politike dhe betdije të lartë për domosdoshmërinë e këtij konsolidimi. Çdo hap që po hidhet në këtë drejtim dëshmon se Vlen po ecën sigurt drejt konsolidimit në një parti të vetme, si përgjigje e qartë ndaj kërkesës së shqiptarëve për bashkim, forcë dhe përfaqësim të denjë. Pikërisht për këtë arsye, ky proces po përcillet me shpresë nga shqiptarët dhe me shqetësim nga ata që për vite me radhë e kanë trajtuar përfaqësimin si pronë të tyre private. Kujtojmë që nismat për unifikimin e koalicionit Vlen në një parti të vetme nuk patën sukses disa herë, që me mbarimin e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024 filluan tentimet për unifikim të partive në një subjekt të vetëm, por mbetën vetëm disa urvajtje të pasuksesshme. Me vendimet e fundit të gjithë subjekteve, duket se kjo ide për bashkimin e partive në një subjekt të vetëm politik po merr jetë. Sipas informacioneve, subjekti politik Vlen do të ketë 2 kryetarë, atë Bilet Kasamin dhe Izet Megjitin, 2 nënkryetar Bekim Sali dhe Azir Aliu dhe një sekretar të përgjithshëm.